Mirë mëngjesi dhe mirë se erdhët një video të re këtu në kanalin tim. Neve, si shikoni, jemi veshur meçi me gjaketat e Zarës. Unë kam marrë këtë gjaketën kafe, kurse Klaudia ka këtë si ulli. Edhe dolëm, është ora diku 9, jemi çuar shumë herët, a marrim brons na ka lënë ta frinim gjumë. Edhe që fjeti ja marri vonë, fjetëm te Klaudia, fjetëm te dhome Klaudia. Në zuri gjumjare të 3-ve, edhe sot u quam dhe unë e Klaudia kemi pak punë dhe pastaja do pim do një kafe dhe do pim do një foto kështu me këto outfitet që kemi veshur. Edhe kam bajto syze sepse po pëlqenin shumë me outfitin dhe nuk do ati që të dukeshin bukur. Edhe i kapi kështu është me lyer. Në flokë s'pëlqenit. Edhe unë nuk është se i kam në gjendjen më të mirë flokët, se i kam edhe për të larë. Se dështë një kapën e një bla. Por, hajt. Por gjithsesi do t'i mbajmë se gjithmonë bëjmë një gjë neve, i kapim flokët, duam t'i kemi flokët të kapura gjithmonë. Amajën e la me gjumë me babin, tani është e zgjuar dhe Aleksi dhe i bëra pak mëngjesin gati. Ja lash pak mëngjesin gati atje, që t'i japi Aleksi. Fike që këtë në kapito copyrighti. Kthyem edhe nga rruga, ju kthyem nga rruga, por sa ishim duke dal nga shtëpia, mori Aleksi dhe donte kafe. Sepse s'kishte kafe në shtëpi. Edhe kështu që tani do vemi të çojmë Aleksit kafen. Edhe pastaj do vazhdojmë rrugtimin ton, aventurat tona të ditës. Do marrë neve tani një kafe, duke qenë se tani do ikim pak me makinë, kemi disa punë me makinë. Edhe morëm pak kafen, mua nuk e di po më haj diçka dhe por sta Klaudia më merrte një brioche, se nuk e di, kam stomakun kështu sikur s'kam bërë di asgjë, nuk e di pse kam kaq bosh stomakun. Gjaketa është kjo gjaketa është nga Zara dhe Sarua të tregoja pak për gjaketën. Kjo gjaketa e kam të re, e kam bler nga Zara dhe më pëlqen shumë. E kam porositur te Klaudia dhe më ka ardhur shumë e porosi. Kam tek faqja që do t'ju lë faqen e Klaudius këtu, Klaudia Lifestyle, edhe ka rroba shumë të bukura të Zarës. Disa ditë nga ajo dita që isha filmuar dhe kishim dal, edhe nuk munda që të filmoja më, duke qenë se kisha punë shumë në shtëpi. Punët e mëdha dhe më thënë mbaruan të gjitha. Edhe kanë ngel këto vogëlsira të pastrimet e imta, themon, që futem unë kështu në për këto rrezat kështu dhe duhet të kem të gjitha me detaje të pastra. Nuk dua thjesht një pastërti kështu. Por dua që ti futem për shembull këtyre gjërave që kanë ngel nga bojrat, nga gjërat. Si shikoni këtu nuk jam në dhomën time, se në dhomën time flamari, dhe gjithmonë kur dua të filmoj, Amari është në gjumë, edhe nuk e zgjoj dot në gjumë. Këtu jam te dhoma e Klaudiës, siç e shikoni këtu, po te keni parë videot e vjetra. Më besoj se do ta keni parë pak se si ka qenë dhoma e Klaudiës. Normalisht ka qenë një dhomë shumë e thjeshtë. Edhe tani është bërë komplet e re. Edhe muret nuk janë të bardha, po duken këtu të bardha, sepse janë një gri shumë e hapur. Edhe kemi vendosur komplet dollape, që do t'ja tregoj tani pak se si është dhoma e Klaudiës. Edhe harrova të thëshja se sot kam bërë edhe thonjë, ishte dita e thonjëve, duke qenë se kam kaq shumë kohë pa thonjë, edhe në fakt i kisha lënë vet, i hoqa që kur u ktheva nga plazhi. I hoqa sepse i kisha super të dëmtuar, nuk i kisha lënë asnjëherë të mirin ajër dhe i lash gati 3 muaj që morën ajër dhe më forcua thoj, më bësh shumë i mirë, edhe tani është koha që unë të eksperimentoj në përthonjtë e mi. Ti bëj domethënë çdo 2 javë, siç i bëj unë zakonisht, se kështu më bëjnë pak gërvishte në vend dhe vetë Klaudia dhe ja fut i bëj shpesh. Këtu është dera e dhomës të Klaudiës. Këtu kemi një krevat, krevati është gris, sepse ky krevat ka qenë, nuk e kemi bler të ri këtë krevatin. Edhe komedinat janë të reja. Është bërë komplet dhoma me patinim, edhe lyerje pastaj, normal, ka patur një punë shumë të madhe këtu. Edhe këtu vjen rafti vjen që andej, kështu, dhe këtu ka dhe një pjesë, sepse këtu kemi pas balkon. Ja, këtu ka qenë të pasqyra, këtu, të komedina, si shikoni, ka qenë komplet balkoni, gjerë plus që neve na nevojiteshin shumë këto raftet.
se raftat e mi nuk nxën aq shumë gjëra, se jemi 3 veta, kemi shumë gjëra. Edhe i kam mbushur komplet. Tu kemi vënë perdet janë si të sallonit, me këtë grihen edhe me këtë linon që është e bardhë, dhe kanë ardhur kështu, lart është komplet me led. Edhe pasqyra e Klaudiës është kjo këtu, si e shikoni, edhe mua që më shikoni këtu të veshur me të zeza, sepse kam të preferuarat e mia ngjyrën e zezë. Këtu prap mund të vendosim gjëra, komedina si ju thash, edhe parket. Këto janë të gjitha. Po të shikoni, këtu kam më shumë gjërat që janë tonat, se sa janë të Klaudiës. Rafti këtu është komplet me gjërat e mia. Testo sirtarët jo, por këto janë komplet. Si shikoni, çarçaf të Amarit, çarçaf të mia, botanie të Amarit, jastëqe, që nuk është se unë i përdor, edhe i kam vendos të gjitha këtu, i kam lar edhe një herë, sepse këtu ishte bërë një pluhur i tmerrshëm, nuk e keni ide se sa keq ishte bërë këtu në shtëpi me pluhur. Edhe kështu që kishin marrë pluhur goxha, edhe i lava këto. Njëre tani në fytyrën time, këtu kemi një gërvishtje. Do thoni juve kush ta bëri këtë gërvishtje, kush të grisi? Më grisi Amari, sepse Amari donte të dilte xhiro atko para se të flinte, iku te dera dhe thoshte hap derën që të dal. Edhe unë e mora kështu opa në dorë, që ta mirja nga dhoma dhe ta ndroja, të veshja pijamet edhe pastaj ta vdhja në gjumë. Edhe nuk donte dhe ma bëri kështu në fytyrë edhe më kapi këtu, më grisi pak. Edhe inshallah nuk më ngelet shenjë, nuk e di tani. Edhe këtu të banja, se kam disa roba këtu thata që janë tharë, duhet i palos. Edhe duhet vendos në një lavatriçe tjetër këtu. Kemi fjetur, kam ikur dhe kam fjet me Amari dhe me Aleksin. Kemi fjetur dhe në orën 7. Edhe se kush flësonte, nga ne të 3, nuk e di, do më ndorim gjithë natën. Këtu jam të banja e vogël, e shtëpis, është goxha e vogël dhe më shumë e kemi bërë për lavanteri, kështu që të lajmë roba, të thajmë roba, edhe kemi do të lavaman, edhe nuk është se e përdorim dhe aq shumë këtë, më shumë e përdorim për këto gjëra. Pastaj e madhe është pak më e madhe, por si banja janë goxha banja të vogla, që ti bënim të dyja bashkë, po pastaj ashtu dilte shumë e madhe, dilte si shumë rëmuj. Edhe më mira bërëm që andej të jetë të lahemi dhe të jetë më e madhe, dhe këtej thjesht më shumë lavanderi. Kam marrë të larsin nga Kiko, nuk është lars fakt, po është kështu për njollat, se e shikoni. Edhe juve që jeni me fëmijë dhe ju han çdo gjë në dorë, janë atë fazën më thënë që bëhen shumë pis, duhet ta keni se s'bën këtë, se heq çdo njoll, të gjitha njollat, do të thënë me çdo gjë që i ka bërë Amari, ka pasur shenja që nuk i kanë ikur fare nga lavatriçja. Edhe kjo ja ka hequr. Ishte shumë e mirë, kushtonte diku te 6.000 ca lek. E kam marrë kështu online tek faqja zyrtare e Kikos. Unë isha në Gjirokastër në atë kohë në fakt, edhe atje nuk është se gjeja kështu Kiko direkt të. Edhe poshta online dhe të më vinte kjo që doja, se atje gjeje, për shembull, mund të gjesh një shampo kështu, po edhe është më besoni shumë e mirë. Ja që kur bura lavatriçe në drek, ja bëra Amari kostumin që kishte hëngri, domethënë në drek me u bë shumë keq me domate me kështu. Domatet nuk para ikën. Edhe kjo ja heq shumë mirë. Ja bëra dhe tani do t'ja shikoj pak, në fakt do t'ja kontrolloj për se do t'ja tregoj dhe juve. Tani po ju tregoj pak banjën. Po tregoj me 0.5 se banja është goxha e vogël. Tu është një pasqyrë që është kështu me led. Edhe kjo është pjesa e lavamanit. Lavamani është mermer. Edhe pllakat, po ashtu janë të gjitha mermer. Tu kemi vendosur këto gjërat që lajmë dhëmbët e kështu. Fuça e Amarit. Edhe kjo nuk na i mbante në mur, duke se muret janë, me thënë nga ana tjetër është banja tjetër, edhe atje nuk mund të vendosnim vetëm këtë, pa vendosur dhe këtë poshtë që ta mbante këtë. Sepse ashtu ishte muri, nuk e di diçka, domethënë. Edhe vendosëm këto sirtaret kështu, që kanë këmbëzat poshtë dhe e mbajnë shumë mirë mermerin, sepse nuk e di, ndonjëherë mund të bjerë edhe mermeri pastaj, po se mbajti ajo. Edhe kështu ka dalë pjesa këtu. Nuk e di tani sa e dalloni mirë, se banja ju thash është e ngushtë, është e vogël edhe nuk kam si ta filmoj fiks. Këtu pastaj larje, tharje të lavatriçeve, një WC, koshi robave edhe pak a shumë kështu. E më pëlqen, ka dalë cute, si banjë vogël që ka që është, më shumë përdoret për këto gjëra, ka dalë shumë mirë. Edhe po thuaj se te kjo banjë, unë vendos gjërat e mia,
do me thënë larsat e fytyrës, kremrat e këto, edhe i kam afër me dhomës, se kam dhomën shumë afër me këtë banjën. Sa po bëra një dush, u bëra pak njeri se kisha gjithë ditën që isha marrë vetëm merresha vetëm me shpinë, duke qenë se kishim sot na erdhën ca punëtor për ande nga dhoma ime, sepse te krevati se çfarë ishte një vida, nuk e di se çfarë ishte diçka e shkëputur, nuk e di. Dhe duhet të vinë ata që ta bënin. Edhe pritëm ata, erdhën ata në mëngjes, pastaj u mora me mëngjesin e Amarit, me drekën e Amarit, me kështu gjërash. Kur ikën ata, fillova unë nga punë, se atje te krevati poshtë që është pjesa që kemi bërë neve me mekanizëm, për të futur këto gjërat, rrobat e dimrit, kur i ndrojmë, që mos të kemi kështu në përdollape, se s'kemi dhe shumë vend, edhe jo kapucit na duhen, rrobat e Amarit ka qenë vetë vogël, e kështu. Edhe i pastrova dhe ato, i rregullova, i fshiva e kështu, edhe normalisht do bëja edhe këtej pastaj, se është ai fiksimi që ti kesh këtej të pastra. Nuk e di tani nëse edhe juve jeni kështu, por unë nëse nuk i kam punët e bëra, nuk i kam shpinë ashtu të pastër, ashtu 100% si e dua unë të pastër, nuk kam humor të mirë. Njëherë mundohem shumë që ta heq këtë gjë, ta heq edhe të them që mos mendo kaq shumë për punët e shtëpisë, për gjërat, për pastërtinë, për këto, por ri rehat, merr telefonin ri rehat, bën diçka tjetër, dil ku di unë. Nuk e di, por nuk mund të ri kështu, se edhe nëse dal edhe pi një kafe, mund jam rritë të shtëpia, nuk jam rehat, pastaj them kur të vete në shtëpi nuk jam rehat të ri në shtëpi. Nuk e di, ndoshta ka shumë njerëz që janë kështu, sepse e kisha parë edhe në një postim kështu në TikTok, e kisha parë për këtë pjesën, për njerëzit që janë kështu, si puna ime, që janë, nuk e di, kanë disa mendime që nuk i lën mendimet të rinë rehat, me thënë në shtëpi, në mendimet e pastrimit. Se nëse jam ulur këtu, edhe kam për shembull 2 lavatriçe për të vënë, ose kam balkonin pa lar, atje më ri mendja, domethënë, mund të ri në telefon, mund të bëj mohabet me ty, por mendja më ri atje. E tani jam ulur këtu te ky kënd, jam ulur, jam vetëm fare, Amari dhe Aleksi flën gjumë. Edhe thashtë të tregoj pak pjesën e sallonit. Do të thotë se kemi bërë shumë ndryshime, duke filluar që nga tavani, që nuk ka qenë kështu, është ulur goxha tavani. Është ulur sepse shtëpia është dhe shtëpi private dhe është goxha e lartë si shtëpi dhe e kemi ulur. Kështu që ka patur shumë punë këtu. Duhet ta kuptoni edhe ju që thoni që si rini kaq larg, me burin, po jo pse s'u takuat, pse andej, pse këtej, besoj se i keni parë të komente negative që ka pas të kohët e fundit. Nuk mund të takoheshim sepse donin të mbaronim shtëpinë, edhe që sot të rim rehat të shtëpia tonë, të rim rehat të gjithë bashkë, jo të venim të vinim kot se koti, ndërkohë që këtu ishte një kaos i vërtet. Edhe kështu është bërë me pjesën e gipsit lart që janë ulur si ju thash, me led rreth e rrotull kështu. Plus pastaj dritat prap janë ndryshuar se janë vënë drita, nuk kam vendosur kështu ambazhure në mes, kam vendosur vetëm spote edhe led, kështu një shiri të madh këtu, që do t'ju tregoj. Edhe pastaj do të çojmë tani, do t'ju tregoj mirë. Edhe siç po ju thoja, po ju tregoj pak të pjesën këtu. Kjo pjesa këtu ka qenë vetëm ky minibari, si e keni parë dhe në videot e tjera, edhe kjo nuk ka qenë fare, këtu kemi vendosur mermer. Vendosëm mermer, ishte pak më i shtrejt, por ishte pak është cilësi më e mirë, edhe duket shtëpia shumë më mirë se sa të vendosësh në ato që janë falso. Këtu e vendosëm komplet me këtë drasën, që ta humbisim pjesën e murit, se ngele pak mur një kështu. E vendosëm këtë drasën edhe në një bari poshtë. Perdet i kemi vendosur prap të tjera. Perdet pothuajse kanë qenë njësoj,
por kanë qenë me pjesën lart, pritet do të bëj pak. Por kanë qenë pjesa lart, kanë qenë me shkop, siç e kam dhe unë tek dhoma. Edhe tani kemi vendosur me këtë shinën që kanë ardhur dhe i kanë montuar vetë ata të perdeve. U bë një lëmsh pak me këto perde, se para një viti i kemi bërë perdet dhe janë goxha të shtrenjta, kështu që nuk është se na vajtën dhe dëm, sepse i morën në përdhomat e gjumit, por gjithsesi i bërën prap nga e para. Edhe kam dalë kështu, gjëja që më pëlqen më shumë tek perdet kësaj rate është që e mbulon komplet dritarin. Do të thënë dritarja është këtu dhe perdja e mbulon komplet këtë pjesën këtu të dritares, gjë që më pëlqen shumë se nuk më pëlqen që të duket dritarja kështu e hapur. Këto dritaret janë bërë të reja, çdo që në shtëpi është bërë e re, është bërë çdo që nga fillimi. Edhe dritaret po ashtu janë të reja. I kemi bërë me këto dyer që hapen kështu nga brenda, shumë të lehta, hapen shumë kollaj, edhe se në fillim janë dukur sikur nuk do ishin aq komode për ne edhe me fëmijë, sepse nga që hapet kështu. Por që është shumë, edhe Amari ka bërë disa shenja këtu, e laj 200 herë ditën këtë, edhe Amari shkon prap edhe vë gishtat. Edhe kështu duket, edhe grillat i ka që hapen nga jashtë, edhe është shumë komode me sa po shoh unë këto po. Dritaret janë bërë kundra zhurmës, kundra të ftohtit, edhe janë vërtet shumë të mira, sepse këto kohë, do me thënë, kemi ndezur shumë pa kondicioneri dhe këtu brenda nuk rrit dot nga i nxehti, sepse nuk marrin fare ajër, nuk vjen ajër fare nga jashtë, kurse nga ato të parat kanë qenë pak ndryshe dhe vinin shumë. Pastaj do t'ju tregoj edhe dyert. Dyert mendosëm të bënim këto dyert kështu, të bardha, me këtë kuadratin kështu, me këto kështu si prerje, edhe këtë e vendosëm, dhe këto i vendosa të zeza, më pëlqente kjo kombinim. Në fakt në shtëpi unë më shumë kam bardhë e zi kombinime, nuk është se kam në një kombinim kështu me ngjyra, nuk kam ngjyra fare. Edhe kështu i kemi vendosur dhe këto të zeza dhe pjesën këtej nga pjesa tjetër e sallonit. Këtu e kemi patur thjesht mur dhe thash po vendos kështu këto kornizat. Këto kornizat në fakt më pëlqejnë më shumë këto kornizat sa të vendosësh korniza si i kishim për shembull, që i kishim në një figurë, në një gjë kështu. Nuk është se duke dhe aq bukur, nuk e di. Dhe vendosa t'i bëjmë kështu dhe janë më komode, nuk kemi asnjë gjë tjetër nëpër mure. Edhe pastaj kemi vendosur edhe këtu këto ledët, që a tregoj pak, do me thënë ndriçimi. Edhe ndriçimi, si e shikoni, është bërë prapë me këtë shiriti led kështu dhe spota. Këtu ka shumë ndriçim në shtëpi, ndryshe nga si ishte, edhe nuk isha qejf të vendosja kështu ambazhure në mes të shtëpisë. Më mirë më pëlqen kështu, duket më gjë e pastër, më bukur. Edhe kuzhina është kuzhina që ka qenë, që ju e keni parë, sepse ka një vit që e kemi bërë kuzhinën, edhe kështu që është e njëjta. Edhe këto ishin në shtëpi, ndryshimet nuk ishin kaq pak, se këtu vëmë të sallonit, do me thënë kanë qenë vetëm këto, parket, dyer, dritare, patinim, edhe këto gipset që ju thash. Por ka patur pastaj ka qenë dhoma e Klaudiës, ka qenë dhoma time që kemi bërë ndryshim, kemi bërë banjat edhe janë goxha ndryshime. Edhe të hanë shumë kokë. Kjo ishte pjesa e sallonit që ju tregova. Nuk thash mos të bëja një home tour, por t'ju tregoja kështu pak e pak, domethënë në shtëpinë. E di që ka ngelur akoma për të treguar te dhoma ime. Ka ngelur banja, prape, kemi gjëra plot për të treguar. Tash ta mbyll këtë vlog këtu, që mos ta bëjmë një vlog të mërzitshëm edhe shumë të gjatë. Kështu që bashkë do shihemi në vlogun e radhës. Ciao!